Policia e Shkodrës ka finalizuar operacionin e koduar Rent Home 3, duke goditur një rast të ushtrimit të prostitucionit në 2 apartamente të marra me qera në qytet. Sipas njoftimit zyrtar, vjen në pranga 3 shtetase kolumbiane që ushtronin prostitucion në 2 apartamente që i kishin marrë me qera. Po ashtu, në pranga u vunë edhe 2 shtetas, si dhe procedohen penalisht shtetësja që u kishte dhënë me qera apartamentet. Sekuestrohet një shumë parash e dyshuar si e përfituar nga prostitucioni si dhe 6 telefona celular. Specialistët e seksionit për hetimin e trafiqeve në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Shkodër në vijim të punës për goditjen e paligjshmërive bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, organizuan dhe finalizuan operacionin policor të koduar Rent Home 3. Si rezultat i këtij operacioni, u zbulua një apartament në lagjen 3 Heronjt, ku ushtrohej prostitucion. Në kuadër të operacionit, u arrestuan 5 shtetas të kapur në ambientet e apartamentit, konkretisht shtetaset kolumbiane me inicialet AM 48 vjeçe, PB 32 vjeçe dhe DR 27 vjeçe, të cilat kishin marrë me qera apartamentin dhe i kishin përshtatur për ushtrimin e prostitucionit. Po ashtu, shtetasi FV 28 vjeç, banues në fshatin Vermosh dhe KG 24 vjeç, banues në Bajz. Gjithashtu, u referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi penal për shtetasen me inicialet DD 27 vjeçe për veprën penale, mbajtja e ambienteve për prostitucion. Në drejtimin e prokurorisë vion puna për dokumentimin e plotë të rastit dhe identifikimin e shtetasve të tjerë që mund të jenë të përfshirë. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.